shpjegojnë si të aplikoni për Kinderzuschlag në Gjermani. Është një benefit kryesor për familjet që punojnë me të ardhurat të kufizuara. Duhet të plotësoni 5 kushte për të pasur të drejtë. Duhet të keni një fëmijë në 25 vjeç që jeton me ju dhe merrni Kindergeld. Duhet të punoni dhe të keni të ardhura minimale, 600 euro ose 900 euro. Të ardhurat nuk duhet të jenë shumë të larta ose të ulta për Kindergeld. Nuk duhet të merrni ndihma sipas SGPI pra Kindergeld. Duhet të jeni rezident në Gjermani me leje qëndrimi pune. Aplikimi bëhet në familjen kase, online ose me postë. Dokumentet, formular, pasaport leje qëndrimi, kontrat pune me rrogat e fongël. Vërtetim Kindergeld, kontrat qiraje, llogari bankare, dokumente të tjera. Deri 250 euro për fëmijë në muaj, pagesa për 6 muaj, pastaj riaplikoni. Për informacion, vizitoni faqen zyrtare të Bundesagentur für Arbeit.